Akshi tani më nuk është një dhe i vetëm. Akshi do të funksionojë i ndarë me një shoqëri të re publike, Albanian Digital Solutions, e cila do të jetë një kompani 100% shtetërore. Në një kohë kur Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit po kalon një periudhë hetimesh dhe akuzash për korrupsion e aktivitete të dyshuara kriminale që kanë prekur të gjithë zinxhirin drejtues të institucionit, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se agjencia nuk do të lihet më e vetme. Shoqëria e re e quajtur Albanian Digital Solutions është themeluar rreth një muaj më parë me një kapital fillestar prej 7 milion eurosh dhe ka si aksioner të vetëm Akshin. Bëhet një forcë udhëheqëse në tregun e teknologjisë, duke qenë njëkohësisht forca që shtyn agjendën e një shteti që po transformohet dhe që fal teknologjisë synon të bëj kapërcime të mëdha në të gjitha fushat. Teksa Rama ja beson agjencisë së re ambicien për të përshpejtuar standardet e digitalizimit në kuadër të afrimit me Bashkimin Evropian, deklaratat e tij nuk duken të panjohura. Vetëm pak ditë pas jetimet e prokurorisë ngritën dyshime se Akshi ishte shndërruar në një skemë të organizuar favorizimesh dhe abuzimesh me tenderat publik, kryeministri e cilësonte atë një institucion krenarie. Drejtë për Akshin. Akshi është një institucion krenarie për ne, që t'jemi shumë të qartë bashkë. Krenarie, jo për të ullur kokën, po për të qenë krenar. Aktualisht, SPA ka vendosur nën sekuestro rreth 40 milion euro pasuri të lidhura me zyrtar të Akshit dhe biznesmen që sipas hetimeve përfitonin pjesën ndërmuese të tenderave të institucionit, ndërsa për kritikët, transferimi i një pjese të përgjegjësive të Akshit drejt strukturës së re po interpretohet si një distancim i heshtur i kryeministrit pas hetimeve të SPA-k.